Përshëndetje të nderuar miq, ja ku jam sërish me ju për të komentuar një diskutim që ndodhi në shtëpinë e Big Brother. Loredana ka nisur disa ditë zënka me Gjestin, duke haruar se Gjesti nuk po ja bën me kastile, por e bën që të grindet me Loredanën sepse ai e ndjen që del shumë bukur tek publiku. Publiku e do grindjen e tyre. Loredana gjatë gjithë kohës i thot Jozit, përse ti nuk bëhesh pjesë e zënkave të mia dhe ti kthehesh Gjestit me të keq. Dhe sonte e kam parë Jozin për herë të parë që ka frikë ti kthehet Gjestit me të keq, se i tha që ti më prish punë. Mos më detyro mua, tha, që unë t'i kthehem keq Gjestit, se tha më prish punë. Por Jozi, me të qeshur me shaka, ja tha një ofendim Gjestit që ti ngrënç atë që han gratë pasdarke. Por e pa që Jozi kishte frikë të futet në biseda, në zënka, në grindje me Gjestin, sepse tha tha shumë keq jashta dhe do mbësh tha mua tha në problem. Ndërsa Loredana vazhdon dhe egli duke luftuar që Jozi duheshte t'i kundërvihet Gjestin, ndërsa Jozi mundoi që të kaloj bukur dhe të kenë momente të bukura mes njëri tjetrit.